Instrumentistët e rinj të shkollës Sevasti Qiriazi sollën emocione dhe energji artistike në një aktivitet që bashkoi muzikën me artin pamor. Nxënësit e talentuar në fushën e muzikës interpretuan pjesë të ndryshme, duke krijuar një atmosferë të veçantë artistike. Është një emocion shumë i veçantë. Borqa si qyteti Serenatave dhe një simboli që është kitara, unë vendosa të luaj kitarë. Interpretoj një pjesë në piano, e cila quhet Spring Song, ajo është e shkruar nga Mozarti dhe është shumë ritmike dhe e bukur si pjesë. Është një nga pjesët e mia të preferuara, ka ritmin shumë të bukur dhe melodinë. Unë kam disa vite që luaj në violinë. Ky është viti i 4 që unë marr pjesë në këtë aktivitet dhe të luash violinë është një nga desit më të bukura që kam përjetuar. Të pranishmit patën mundësinë të shijojnë performancat e të rinjve, të cilët përcollën ndjeshmëri dhe energji rinore përmes interpretimeve të tyre. Në aktivitetin e sotëm do të prezantojnë pjesët e tyre 20 prej tyre. I mësojnë në këto veglat me mentor të jashtëm ose dhe si pjesë e qytetës së fëmijëve, por jemi të lumtur që ne si shkollë arrim që të krijojmë mundësinë që ata të promovohen dhe pse jo të motivohen për të mësuar edhe më tej. Galeria e Arteve Gurimadhi në bashkëpunim me Qendrën e Artit dhe Kulturës dhe Bashkinë Korç vijon të organizojë aktivitete që promovojnë talentet e reja dhe pasurojnë jetën artistike e kulturore të qytetit.